Uroj e shpresoj që një ndarë të kënaqur dhe të mirë informuar nga ato që kishim përgatitur e nga për ju për nder të 8 marsit festës së gruas. E ty shikues po të them që qëndro me ne, sepse për fund vjen rubrika Çka ka tre, e nga unë Albina deri të premten tjetër ju e dini që ju dua shumë, vazhdoni me qëndru pozitiv edhe vazhdoni me ardhë këtu tek hotel e në restorant Hareja. Kjo javë ka qenë e frytshme sa i përket projekteve të reja. E nisi me këngëtarën Donna Dafi, e cila ka publikuar projektin e titulluar Touch Me Like That. Tekstin e bukur ja ka dedikuar gjinies femrore për nder të 8 marsit. Për më shumë ndiqeni këtë premierë. Këngë në gjuhën angleze solli dhe Era i Strefi, e që ka titulluar Move On. Tekstin e së cilës e ka shkruar vetë ajo duke u përkujdesur dhe për muzikën me Pëllumb Beats. Press Play ka realizuar masterizimin e këtij projekti. Kur Stafal bëri bashkë Clement dhe Marcel. Ky fundit e ka shkruar tekstin e kësaj kënga. Dyshja që e kënduan u përkujdesën edhe ta realizojnë producimin e kësaj prurje të re. Miksimi dhe masterizimi u punuan nga Alexet Renja. E prapën poshta, statu me gozda. Të kalojmë tani tek paralajmërimet për risi. E filloj me Fifin, e cila së shpejti vjen me një befasi të këndshme. Bëhet fjalë për koncertin e parë në karrierën e saj. E qata jam të lutë tu babe. Ky koncert po vjen më 25 prill në Pallatin e Kongreseve në Tiranë, e biletat tashmë kanë dalë në treg. Fifi po vjen jo vetëm me historinë, jo vetëm me muzikën, Fifi po vjen me ndjenjen, me zemrën, me shpirtin e sajna. Hija jote ka me mbet, hija jeme. Kështu e përshkruan këngën e re Dafina Zeqire. Pas suksesit të një pas njëshëm, këngëtarja shqiptare cila muaj më parë mori epitetin nën, do ta filloj mbar pranverën me risi. Ajo përmes rrjeteve sociale ka njoftuar se së shpejti vjen me prurjen e radhës, që fansat mezi po i presin.